Armando Broja i trembi të gjithë në minutën e 89, ndërsa Burnley po përballej me Newcastle. Sulmuesi kombëtares posoi një goditje që u duk se ishte e rëndë nga reagimi i lojtarit në fushë. Broja reklamonte dhimbje të mëdha në fushën e blertë, megjithatë ishte trajneri Scott Parker ai që po e shtynte të vazhdonte ndeshjen, dhe pse provoi fillimisht, më pas stafi mjekësor u ofrua për ndihmën e parë. Loja rifilloi për Brojen në minutën e 92 pasi edhe stafi mjekësor dha okejin. Sulmuesi shqiptar ndërkohë vazhdonte të çalonte në disa momente. Broja bëri mjaft mirë në ndeshjen e djeshme. Burnley ndërkohë mposhtë 1-3 nga Newcastle, ndërsa goli i vetëm për ekipin e tij u asistua nga Broja. Burnley mbylli vitin 2025 me humbje 1-3 në shtëpi ndaj Newcastle-it, ndeshje mirë ndërkohë për Armando Brojen që asistoi golin e vetëm për ekipin e tij. Ishte minuta 23 kur Broja asistoi për Loren, i cili rihapi ndeshjen për 1-2. Newcastle i vullosi fitoren me një gol në minutat shtesë. Momente ankthi pati për sulmuesin e kombëtares Son në minutat e fundit ku pësoi një dëmtim. Broja megjithatë ja doli ta mbyll ndeshjen. Armando Broja është kthyer të jetë sërish protagonist me Burnley në Premier League. Sot asistoi golin që rihapi ndeshjen me Newcastle në shtëpi. Sfida është 1-2 në favor të Newcastle. Ishte e gjithë merita Brojës në minutën e 23 që fal pasimit me kokë nxorri të zbuluar Josh Loren. Pozicioni Brojës u dyshua për pozicion jashtëloje, për këtë vari mori 3 minuta kohë për ta verifikuar. Gjithçka në fund u konsiderua rregullt. Burnley nisi keq duke posuar 2 gola për 7 minuta, megjithatë ja doli të rikthehet sërish në lojë. Broja po bën mjaft mirë në aspektin personal, për të regjistrohet si asist pas golit të shënuar 10 ditë më parë.